planifikim strategjik të institucionit. Fjala e profesorit. Faleminderit profesor Berit. Ju falenderoj të tërë për pjesëmarrjen. Dhe shpresoj që ligjërata do nxjisë diskutime, debate në lidhje me probleme që paraqiten para mendimit të profesorit. Do të në fush i më të veçantë të cilën kam përpiqur ta trajtoj në ligjëratën e tij. Do të doja të teksoja para praktikë gjithashtu që parashtrime në shërimin e problematikës që kam menduar, tëra herët kanë edhe një zgjerim disi të natyrës historike dhe politike. Por janë bërë thjesht në funksion ose për hir të parashtrimeve dhe jo për erudicionit. Por që do doja ta kuptoja edhe këtë pjesë të parashtrimeve të mia. Ka një objekt të përcaktuar. Përse është vlerësuar mbajtja e një cikli ligjëratash për të ashtuar një bujësi të diskursit, të inkuadruar në një hapësirë më të tjerë shqyrtimesh që po emërtohet në praktika të ndryshme si shkenca ligjërimit. E kam menduar në një cikël ligjëratës, të cilat do të vazhdojnë përgjatë tërë vitit edhe vitin që do të vi. Ligjëratat të cilat synojnë të qartësojnë aspektin epistemologjik, vendin e gjykatës së diskursit në përbërje të shkencave të ligjërimit, koncepte dhe metodologjitë e përfunduara ndërkohë në të hapësirë shqyrtime kryesore, qasjet e tanishme nga diskurset të natyrave të ndryshme, veçanërisht ashtuar diskurse zona fillore ose konstituante, ka mundur të gjej një përgjegjësi shqiptare më të mirë se sa zona fillore në termin diskursi konstituant, gjithsesi mbetet për të diskutuar, dhe në veçanti diskursi letrar, po ashtu prurjet e kësaj fushie në didaktikën e gjuhëve, në shkencat e komunikimit, në përgjithësimin e ligjërimit, trajtimin automatik të ligjërimit etj. Jam i vetëdijshëm në fakt që problematika është tejet e gjerë, dhe jam i vetëdijshëm gjithashtu për rëndësinë që ka jo vetëm parashtrimi teorik i kësaj problematike, por sidomos të dhëna praktike në lidhje me këtë problematikë. Kam marrë sugjerimin nga kolegët edhe gjatë kësaj periudhe dhe i kam parasysh që ndoshta duhet të kalojmë gradualisht pastaj edhe në zgjidhje praktike, edhe në tregues të realitetit të sotëm, të nevoja më të drejta që në parashtron shoqëria jonë në këtë vend. Kam parasysh një sugjerim të profesorit Marit, kam parasysh gjithashtu një takim të rastishëm që pata me një kolegë i cili merret këtu me ligjërata të problemeve për gjuhës, të cilët më parashtrojnë pikërisht edhe këtë shtrirje më të drejtë për drejtë në zgjidhje praktike. Por le të jetë kjo si nismë për një bashkëpunim të mëtejshëm, për bashkëautorësinë e ligjëratave të tjera, për bashkëpjesëmarrje me universitetet të Tiranës, për atë parë, por edhe të Shkodrës dhe pastaj e kështu me radhë, në të cilët mund të krijojnë atë peshë specifike të problematikës që mund të çojnë në zgjidhje më të drejtë. Cilat kanë qenë shtysat në lidhje me këtë ligjëratë? Shtysat për përgatitjen e këtij cikli ligjëratës, shtysat që në parë janë natyrës shkencore, janë të lidhura me angazhimet vetjake shkencore në departament, që lindi në anëtimin për ta zgjeruar aftësirën e studimeve tona për te gjykatësisë së gjuhës, apo shqyrtimit të njësive të sistemit, shtysa që rezonojnë në të etapë punës sonë edhe me studimet për organizimin e departamenteve të institutit, përkatësisht të departamentit tonë të semantikës, terminologjisë dhe justisë zbatuar. Pikërisht kjo është arsyeja që na bëri ta zhvendosim disi edhe në kohë, në ligjëratën me sugjerim të profesorit Martin. Dhe vetëdijshëm të zhytur në shqyrtimin e aspekteve të veçanta që shfaqen në dukuritë kryesore, bëhemi të pavëmendshëm për të tëra, për tërësinë. Dhe në këtë mënyrë kufizojmë edhe pikërishtimi, sidomos vetë inkuadrimin e objektit tonë studimit në atë tërësi, që na krijon mundësi më të shumta edhe për studimin e objektit tonë të veçantë. Për specifik, sidomos në institut, pikërisht specializimi ose kërkimi në fusha shumë të ngushta në probleme shumë specifike, por gjithsesi e mendoj që në aspektin epistemologjik kjo duhet ta bëhet pengesë për të parë të tëra. Ndaj edhe qasja do jetë pikërisht duke e përfshirë të tëra. Cilat do të jenë synime? Si shprehet në titull, synimet do të jenë të tilla
se do të ndoj të diskutohet jo thjesht për një hapësirë më të lirë shqyrtimesh, siç janë shkencat e ligjërimit, për një ndarje të parë të madhe në atë hapësirën e dy llojeve të gjykatësisë, të gjykatësisë së gjuhës dhe të gjykatësisë së diskursit, do të merremi të dyja termat pak më vonë, por edhe në lidhje me problematikën do parakuptojnë dy konceptet apo entitetet që na mundsojnë të gjykojmë në lidhje me statusin e dijes së përpunuar në këto dy nën hapësira shqyrtimi. Institucionalizimi kognitiv apo intelektual të dijeve dhe institucionalizimi social të këtyre disiplinave apo nën-disiplinave në studimet tona kryesore, në përqasje edhe me përvojat europiane më gjerë të fushë shqyrtimesh. Jemi përballë teorish apo mitije shkencore në përvijim e sipër, pavarësisht lëndës gjysore, interesin ndaj cilës ka qenë shumë më i rreshtë. Jemi në një problematikë në fakt që ka pikërisht këtë qasje shkencore. Jemi në problematikën midis lëndës gjysore, e cila ekziston, madje ka ekzistuar dhe do të referohem në një përvojë kyç në antikitet, dhe objektit shkencor i cili parakupton shndërrim të kësaj lëndë gjysore në tavolinë e studimit. Është një konceptualizim i cili do të ketë një problematikë të veçantë, ndaj edhe ngulmoj për këto dy elemente të institucionalizimit kognitiv apo intelektual të dijes dhe nga ana tjetër edhe institucionalizimit social. Do ta shpjegoj se çfarë parakuptojmë këta. Por, gjithsesi mbetemi pikërisht në këtë stad të interpretimit. Flasim për dije shkencore, jo për bindje që na vijnë nga mënyra të ndryshme. Ndaj, nëse flasim për njohuri shkencore, kemi disa kufi, ose kemi disa roper, kemi disa çoka, kemi disa pika orientimi. E konsiderojmë të nevojshme metodologjikisht që të sqarojmë paraprakisht të kuptohen pikërisht në këto koncepte. Para se të diskutojmë dhe të sqarojmë termët, kërkonte me delikatesë Voltaire kyç në kohën e tij. Dhe kur fitet për dije shkencore, bëhet natyrshëm dallimi nga llojet e tjera të dijes, nga dija përgjithshme, bashkë të metodike, qoftë me dija popullore, e tjerë, me dije shkencore. Kërkohet përkatësia në disiplina për dije shkencore, kërkohet objekti i specifikuar, kërkohen ajo që është më rëndësishme, metodologji dhe konceptet përkatëse që bëhen funksionale, me një kohë të caktuar, me një teori të caktuar, me një vlerë të caktuar. Njohuritë shkencore janë dije që nisen prej parimit të analizës fakteve reale dhe shkencërisht provueshme, që karakterizohen nga natyra sistemore e shfaqjes tyre, të përftuara prej një tërësie idesh që formojnë një teori që janë verifikueshme, që janë provuara shkencërisht, edhe pse mund mos jenë përfundimtare, të zëvendësueshme nga njohuri të tjera mbi bazën e provave të reja shkencore dhe eksperimentale. Kemi idenë ose parimin e Popperit, i cili dijet shkencore janë edhe të falsifikueshme në kuptimin e të rikodjueshme, të përsosura më tej në varësi të teorive. Njohuritë shkencore mundohen të shpjegojnë dhe të bëjnë të kuptueshme çdo proces që të mundson të arrish në përfundime, domethënë që të bëjnë të dukshme të gjitha etapat e një dije ose të një teorie, prej nisjes deri në përfundime, mbi bazën e përdorimit metodave dhe koncepteve shkencore. Formësimi i tyre është një proces i gjatë shqyrtimi që i shmanget bindjeve të përditshme, që mund vinë për bindjeve të zakonta, për ideve apo koncepte popullore të trashëguara, me anë të trashëgimisë kulturore. Të marrin nxitje nga ai që quhet dyshimi shkencor, dhe formsohen në saj të mbështetjes në teori, në koncepte dhe metodologji shkencore. Jam referuar një pohimi që na vjen prej tërësisë së shekulleve, pohimi të Shën Augustinit, i cili mund të rritet për te trajtës anekdotike që mund të ketë në plan të parë. Qysh me Shën Augustinit, gjendemi para mëdyshjes së shfaqur, që lind kur bëhet fjalë për koncepte, terma, kategori që parakuptojnë qasje shkencore. Ja çka honte mes të tjera Shën Augustin, kur trajton problemin e kohës. Ç'është pra koha? Nëse asnjë nuk më pyet për të, unë e di se ç'është. Nëse dikush më pyet, dhe unë do duhet t'ia shpjegoj, unë nuk e di më se ç'është. Për dalë prej kësaj mëdyshje, Augustini drejtohet konceptit të lëvizjes për të mbështetur arsyetimin metodën e qasjes përmes konceptit. I largohet ligjërimi i zakonshëm për të përftuar diskurs në një natyrë tjetër, që mëton vetitë e një diskursi shkencor, mund ta quajmë përkohë, të një njohuria dije të një natyre tjetër. Analogjia tejet e largët pak në kohë barë gjithsesi një farë që mëson zhvillime të suksesshme në kohë që vijnë tek në lidhje me qartësimin e veçantive të dijes shkencore. Në mënyrë të veçantë, kur flitet për disiplinat të reja shkencore, disiplinat për të cilat do të flasim, e kanë këtë status, janë të reja.
koncepte apo terma që përpunohen për gjallëngizjes së memorive të përftuara në to, mund të gjendesh jo pak herë në atë pozitë që përshkruash në Agustin. Në ka rastisur jo pak herë, ndërsa ende në hapësirave të gjuhësisë së diskursit, të përballen me sfidën që nuk e di atë që di. Dhe secili prej nesh mund t'i krahasisur pikërisht këtë. Në fakt, sepse dia do duhet t'i gëzoj ato dy tregues apo dy entitete që i përmenda si institucionalizime. Çdo të kuptojmë institucionalizim kognitiv dhe social. Për hir parashkrimeve që do bëjmë, më lejohet të sjellim vëmendje shkurtimisht se çdo të kuptojmë me terma të përmendur qysh në titull. Duke qenë se do të bëjë fjalë për bije që gëzojnë statusin e njohurive shkencore, atëherë ato njohuri do duhet të jenë të institucionalizuar në aspektin kognitiv, intelektual dhe social. Me këto dy koncepte kuptojmë. Me institucionalizim kognitiv ose intelektual, duhet kuptuar formulimi i çështjeve të studimit, problematika, koncept, teori, përpunimi i metodologjisë, ndërtimi i objekte, pranishmëria e rezultateve dhe përcaktimi i fushës shkencore. Pra, përcaktimi i kufive me disiplinat e tjera, kufit që janë njëherësi, pengesë, por edhe ndërgjidhës. Në mënyrë veçantë, do të trajtojmë më poshtë, për këto dije për cilat do të flasim sot, pikërisht këto kufi nuk janë lehtësisht të dallueshme. Madje janë disi të vështirë për të dalluar. Gjithsesi, nëse e parakuptojmë që do të institucionalizohet të dije në anën kognitive, atëherë duhet i marrim në konsiderat këto kriterat. Ndërsa me institucionalizimin social, do të kuptojmë atë që ka të bëjë me mënyrat e organizimit të studimit të simdhanis së dijeve të përftuara, me strukturat sociale të nxitjes së vazhdueshme të studimit, me ripërtyrëritjen e komunitetit të studiuesve, me legjitimimin dhe ndihmën financiare për burimet, me përvijimin e programeve të kërkimit shkencor, me sistemet e publikimit e tjera. Është prapë një problematik në cilën gjendemi aktualisht. Do të bëjmë rikonstruktimin, ristrukturimin e institucionit tonë, sepse do duhet të çojmë te dijet, por nuk çojmë te dijet pa këtë institucionalizim social. Ndaj e marrim në konsiderat edhe këtë tregues në parashtrimin e kohë. Shtrohet me ngup nevoja për institucionalizimin kognitiv dhe social të dijeve në shkencat e ligjerimit, jo vetëm nga nevojat e brendshme të qëllimit të dijes në të lëmshyrtimesh, por sidomos nga trysnia që ushtron vetë shoqëria ndaj mjetit të saj komunikimit në etapën e tanishme. Në përpjekje për gjetur motivimin apo shpjegimet e duar për një lloj plotësie të mendimit kryesor shqiptar në plotësimin e fushave të ndryshme të gjuhësisë në disiplina ka e shqyrtimes bashkëkohore, që studiojnë anën e përdorimit të gjuhës në lidhje me një lloj mosvëmendjeje për entitete të tilla si diskursi, teksti e tjerë, që në etapën e tanishme kanë pushtuar zona të rëndësishme në mendimin kryesor evropian dhe transatlantik, detyrohesh ta përjashtosh si faktor ndikues mungesën e trysnisë që zhvillimi social ushtron apo duhet të ushtrojë ndaj mendimit kryesor, për ta nxitur të përqendrohet edhe në këtë problematikë teje të lidhur me praktikat ligjurimore në përditshmëri. Mendoj që jemi të tërë dakord që jeta e folësve apo përdoruesve të shqipes në të gjitha hapësirën e përdorimit të saj, po karakterizohet tashmë nga tregues që ngjajnë atyre të shoqërive të tjera në vendet e zhvilluara europiane dhe më tjerë, me përdorimet të larmishme e përvijimit të praktikave ligjurimore apo diskursive nga më të shumta në sfera përdorimit të gjuhës të një shoqërie bashkëkohore në institucionet, mediumet dhe teknologjitë nga më moderne të komunikimit. Në këtë kontekst, zhvillimi nuk mungon lënda gjuhësore, që duhet të njihet nga gjuhëtarët, por përgjithsisht spikat një lloj nevështësie për ta shndërruar atë në objekt studimi, dhe më tej pas shqyrtimesh dhe interpretimesh të mundshme përmes dijes gjuhësore të përfunduar, të ndikohet në kompetencën ligjurimore dhe diskursive të folësve për të rrugë të shqipes, në mënyrë që ata të jenë më të sigurt të suksesshëm në komunikim në praktikat ligjurimore të cilat gjenden në përditshmëri. Ndodhemi në një gjendje ku era erës e kalojnë pajin tek të tjerët, që një politikan nuk flet me atë status që do duhet, është sigurisht mangësi e formimit të tij, por në shkak të fundit është mangësia jona. Çfarë kemi bërë që të formojnë folës pikërisht të aftë, që të kenë këtë kompetencë komunikative dhe diskursive të në gjuhën shqipe. Një nxënës, një student, qoftë edhe një studiues, qoftë edhe unë që po flas.
kemi të trashëguar një lloj pengese e cila na çon pikërisht në parametrat e duhur të kësaj kompetence komunikative dhe diskursive. Por, përderisa arrim ta ndërgjegjësojmë, atëherë duhet bëjmë pak. Përvojat e zhvillimit mendimit gjuhësor na dëshmojnë se shqyrtimi i gjuhës bëhet më i vlefshëm për mjedisin social të kulturuzëve të saj, pikërisht kur ai krahas teorizimeve shkencore, priret edhe ndaj nevojave që praktikat ligjërimore i parashtrojnë në vijimësi për të qenë më të efektshëm në procesin ekonomik. Për më tepër, në etapën e tanishme, mendimi gjuhësor do duhet të ndihmojë përdoruesit për të arritur nivelin e kompetencës komunikative dhe diskursive. Janë dy terma që parakuptojnë një problematikë të qartë, nuk do ta trajtojnë të ndoshta në gjërat e tjera, që të integrohen më lehtë në një shoqëri, zhvillimi më tepër i cilës parakupton nivele sa më zhvilluar të këtyre kompetencave. Parametrat e përcaktuara në këtë mënyrë na ndihmojnë të porejmë më qartë statusin e dijeve në një disiplinë caktuar dhe sidomos të përcaktojmë më qartë nevojat dhe kërkesat që do duhet përmbushur për zhvillimin e dijeve në dijen përkatëse. Sërish, mbetemi tek termat dhe tek titulli objekti i kësaj ligjëra. Përse terma gjuhësi? Dhe njëherëzi shkenca e ligjërimit, dhe njëherëzi gjuhësi të diskursit. Është një problem i dy konceptual terminologjik që ka bëjë me të përdorim të këtyre emërtimeve që kanë një lloj hiperonimie në marrëdhënie me njëri tjetrin, nuk janë të njëjta, nuk janë barabarta. E vlen ta kontekstualizojmë në aspektin epistemologjik përdorimin e emërtimeve të sotme në lidhje me studimin e dukurive gjuhësore dhe praktikave ligjërimore, sepse në këtë mënyrë qartësohemi jo vetëm me curin e zhvillimit mendimit gjuhësor, sidomos në 10 vjeçarët e fundit, por sidomos dhe disohemi për domosdoshmërinë që shfaqen aktualisht për zgjerimin e hapësirave të studimeve gjuhësore, për shqipen, hapësira që prej kohësh janë synuar dhe janë pushtuar shkallëshëm nga gjuhëtarët në mënyrë ato të ndryshme edhe nga mendimi gjuhësor. Le të kuptojmë se gjuhësia moderne, disiplinë tjerë në zhvillim e sipër në kohën e Sosyrit, me vendodhje e hapësira që po përcaktoheshin më saktë nga Sosyri dhe bashkëkohësit e tij në gjysmën e dytë të shekullit të 19 dhe fillimin e shekullit 20, me qasje të rreth epistemologjike dhe me themelët që ndrueshme të hedhura përmes kursit të gjuhësisë përgjithshme të votuar nga 1918, gjithsesi, me një rezervë këtu, është tekst vulgar, është tekst i votuar nga kolegët e tij, sipas shënimeve të studentëve të tij dhe jo për vetë Sosyrit, një tregues që do ta marrin si konsiderat për argumentet e mëtejshëm, do të plotëtojnë në vijimësi si një ngrehim me të gjitha mjediset e domosdoshme për të studiuar dukuritë komplekse dhe shënforshme të shfaqjes së ligjërimit, për studiuar jo vetëm gjuhën si produkt social i aftësisë ligjërimore, si thesar flas në terma të Sosyrit, i ruajtur te subjektet çonse, por edhe aktin individual bashkë me fuqinë dhe efektin e tij kushtuar nga subjekti i thalljes dhe situata e komunikimit. Janë mjediset të bollshme projektuara kyç në themelët e ngrehimit, të lënë më një anë nga fillimi nga kursi i gjuhësisë përgjithshme, por që nuk mbeteshin jashtë vëmendjes së Sosyrit, siç e tregojnë dëshmitë autentike, dorëshkrimet e tij të gjetura shumë më vonë dhe votuara nga studiosit e veprës së tij, ku del qartë se ai kishte qenë i vëmendshëm dhe kishte një vizion shumë të gjerë në lidhje me objektin e gjuhësisë. Le të kujtojmë sidomos votimin e Sosyrit shkrimet të gjuhësisë së përgjithshme në 2002, në përgjithësi po pastaj është përkthyer në shumë gjuhë të tjera, që tregon se intuita dhe qasja shkencore kishte çuar atë të paraprinte të ardhmen e studimeve gjuhësore, një hapësirë që do të kushtojë në gjysmën e dytë të shekullit 20. Studiuesit u gjendën të papërgatitur kur gjetën këto studime, madje arritën në një tjetër konkluzion në lidhje me vetë Sosyrin. Në një studim të tij për Sosyrin dhe sosyalizmin, të votuar në 2015, François Rasquier, një ndër ikonat e mendimit gjuhësor të sotëm, sidomos në fushat që po diskutojmë, po hapë. Veçanërisht në 1996, zbulimi i një dorëshkrimi votuar në 2002 në titullin de leçons double du langage, pra thelbi i ligjërimit të dyfisht, kanë nxitur një zhvillim të vrrullshëm studimeve sociale. Kursi i gjuhësisë së përgjithshme minimizonte prurjen e Sosyrit në gjuhësinë e folur. Sosyri autentik i pikërisht i thelbit të dyfisht të ligjërimit është e tekalon Sosyrin shkollor të kursit.
megjithëse kursi e bën atë vazhdoi citimin, e bën atë gabimisht një gjyktar të gjuhës, Saussure e shfaq në mos më shumë një teoricien i të folrit dhe shënimin e diskursit janë në të rast një provë dushme. Gjuhësia saussuriane te son rastje mbetet revolucionare sepse është një gjuhësi e tekstit, e nënvizoj këtë gjë, dhe një gjuhësi e shemës. Jo se ajo ka kërkuar të bëjë një gramatik të tekstit, por nga që vetë përcaktimi i njësive gramatikore ka çuar në përmasën e tekstit ku këto njësi, por ndryshe të zbrasta dhe të papërcaktueshme marrin vlerën e tyre. Është një pohim i cili këtë rezultat ja pat njohur gjuhësisë së shekullit të dytë të shekullit 20, të gjuhësisë së dytë të shekullit 20, por që pikërisht kjo qasje shkencore mund të çohet edhe më tej. Madje e përforcon këtë ide nëse do t'i referohemi edhe një tjetër gjykatari të mirënjohur, Eduard Sepirit, për studimin e ligjërimit. Le të kujtojmë që edhe në krimin mbizotruese imanentiste të viteve 1920, Eduard Sepiri, në kongresin e parë ndërkombëtar të gjyktarëve në Hag më 1928, i u drejtua gjyktarëve duke theksuar se, citoj nga Sepiri, mbetet të shpresojnë që gjyktarët do të ndërgjegjësohen gjithnjëherë më shumë për rolin e tyre për shkencën politikë dhe që ata nuk do të mbyllen në traditën që kërcënohet prej pedantizmit, nëse ajo nuk gjallërohet nga interesimet që tejkalojnë aspektin mirëfilli teknik të studimit gjyqësor. Vazhdoi citimin, me dashje pa dashje, ata duhet të tregojnë një kujdesin në rritje për probleme të shumta etnologjike, sociologjike dhe psikologjike që janë të pranishme në fushën e ligjërimit. Citati është marrë nga një talim 1928. Është një problematikë që do rrihet më së tepëri më vonë. Por mund shkojmë edhe më në tërësi të shekulleve. Gjuguritë e ndryshme ligjërimore që karakterizojnë procesin përdorimor të gjuhës apo gjuhëve, siç dihet, patën tërheqjen vëmendjen qysh në hershmëri, ndërsa njeriu rrethej ta bënte sa më funksional mjetin e tij të shprehjes, që i mundsonte komunikimin, jetën sociale dhe plotësimin e nevojave intelektuale dhe shpirtërore. Madje, fillimet e mendimit gjuhësor lindën pikërisht si përkujdesje për zotrimin e ligjërimit në ceremoniale, në predikime. Pasuria gjuhësore e trashëguar nga Veda për shembull, në Indinë antike, u shndruar në objekt studimi nga gramatikanët e kohës, duke nxjerrë në pa një herë dhe kujdesi për ndihmuar në rritjen e kujt, pikërisht të kompetencës ligjërimore të foljes përkatës. Në një studim për traditën e shkrimeve të sanskritishte, Jan Aubeni, mes të tjera tekste. Sipas qasjes tonë të re, gramatika e panimit nuk është më një lojë intelektuale e rezervuar për hiperspecialistë. Përkundrazi, ajo kishte një funksion në jetën e përditshme, sepse u përgjigjej nevojave reale të atyre që ishin familiarizuar me një shumësi formash të sanskritishtes, me shumësi formash ose nivelet të asaj që ishte e vdekme për ta. Çka u bënte të vështirë të zgjidhnin formën më të mirë për të shprehur mes të gjitha format të tjera familjare për to. Gramatika, tu është teksti që ai ve për epokën e sotme, ka një herazi funksion praktik, pra ajo gramatika atërshme, dhe luan një rol të rëndësishëm, cili është të krijojë dhe të ruajë kohezionin social dhe kulturor. Ja se si rezonon të hershmëri pikërisht me këtë qasje të më moderne në sotme e tjera. Po ashtu, mund thonim se nevoja për zotrimin e formave të ndryshme të argumentimit, parashtrimit dhe opinjes, nxiti lindjen e zhvillimit retorikës në antikitetin roman. Është po njëjta histori, po të njëjtat kërkesa, pavarësisht se u integrua kjo dije në retorik, u integrua kjo dije pikërisht në ato mënyra që kërkojnë bindjen, argumentimin e tjera. Nëse do shpreheshim disi figurativisht, referimi ndaj përvojave edhe shumë të hershme, vetë na ndihmon për të rritur pikërisht për masën e atij që mund të quhet pjedestal, i të cilin po vendosin monumentet e sotme të dijes. Dhe sa më i lartë në pjedestal, pikërisht aq më madhështi ka dhe monumenti i sotme. Ndaj na bën mirë pikërisht ti dim të pjedestale, sepse keni mundësi të shohim më qartë, në qoftë edhe nga distanca, pikërisht atë çka bëjmë sot. Gjithsesi, kaosi studimor që u përshëndrua më drejt për drejt në proceset ligjërimore, u përvijuar në mënyrë sistemore dhe institucionalizuar, shumë vonë vetë në industri moderne, madje pas periudhës strukturaliste në 3-4 vjeçare të fundit të shekullit XX.
Ndërsa në antikitet, në deri në shekulli 20, studimi i duhur të përqendruar veçanërisht në interpretimin filozofik apologjik të dugurive gjuhësore dhe njësive të sistemit, në aspektin përshkrimor të përqasjes apo prasimtar në gjuhëve, shekulli 20, studimi e gjuhësisë moderne, me vështrimin sistemor të dugurive gjuhësore, dalloi qysh në njësje dugurive gjuhësore dhe ato që shfaqen përdorimin e gjuhës, si pasojë aftësisë që zotëronte natyrshëm qenia njerëzore në komunikim. U dallua pra gjuha dhe forma. Pavarësisht se u mësuam dhe edukuam që vëmendjen ta përqendrohen te gjuha, pavarësisht se do duhej pikërisht i kushtoj vëmendjen edhe të formës. Edhe pse hapi i bërë u duk se e la në janë për kujdesjes të gjuhësisë të follurit, gjithsesi nga sosyri i ditës për jo ai ndikimeve të natës, por këtë krahasim rastieja, duke dalluar atë sosyrin e ditës me leksionet e studentës dhe sosyrin e natës me shënimet që marrin dhe shënimet që u gjetën. Madje e krahason me figurën e Janës te Kletra Religjioze. Ne kemi dy portrete, një drejt dhe tjetër te përmës. Në varësi të rrotullimit të letrës, do të shohim Janësin që është ponjarë. Gjithsesi, më tej mund të theksojmë se shkallë pikërisht ky lloj dallimi nxiti për kujdesjen për anën tjetër të mjetit të komunikimit me konceptet e përftuara me Chomsky, me konceptin e kompetencës gjuhësore, edhe pse në lidhje me forcën ideal, më tej me Del Einstein, me konceptin e kompetencës së komunikimit, me Augustinin apo Sirlin dhe aktet të folumit, me konceptin e diskursit, me Guillaumin, apo më tej me Benvenistin, me teorinë e ilustracionit, me Gyllerin, me operacionet njësore, por më intensivisht veçanërisht me studimet sociolingvistike, të etnografisë të folërit, të pragmatikës gjuhësore, të analizës së tekstit dhe diskursit, në kuadër të gjuhësisë dhe tekstën e lingvistikës, për të arritur deri tek ajo që quhet sot analizë tekstore e diskursit. Studimet gjuhësore nëpërmjet gjuhësisë së gjuhës dhe gjuhësisë të diskursit. Është krijuar pra një hapësirë e re në studimet gjuhësore, që në nevojat e sotme europiane dhe më tjerë, po emërtohet gjuhësia e diskursit, gjuhësia e jashtme, gjuhësia përtej njësive të sistemit. Pra asaj të ngritur tashmë si më klasike, gjuhësia e gjuhës, gjuhësia e brendshme, gjuhësia e njësive të sistemit. Po zhvillohen intensivisht në këtë gjuhësi të diskursit, në njëra anë, disiplinat të tilla që studiojnë kushtet sociale dhe mentale të kuptimit të paraqiturave ligjërimore. Dhe nga ana tjetër, disiplinat e dijes që vënë në qendër entitetet apo njësitë karakteristike të ngjitjes kulturore të atyre praktikave, përkatësisht entitetet tekst dhe atë diskurs, me një problematikë të gjerë dhe tejet komplekse si entitete me lidhje të shërbishta së brendshme, por edhe me kontekstin jashtëtyre në anën socio-komunitare. Në përvojat europiane të mendimit gjuhësor, janë përftuar tashmë modele të ndryshme të shqyrtimit të aspekteve tekstore dhe diskursive të korpuseve të ndryshme gjuhësore, ndaj duhet njohur mirë gjendja e sotme në këto studime, dinamika e zhvillimeve në mënyrë që dhe përshtatja e punëve të tyre në lidhje me studimin e të njëjtave duguri për shqipen, në këtë fazë zhvillimit të saj të jetë sa më funksionale. Por më tepër, kërkohet njohja e theruar atyre modeleve dhe përplasja e tyre përparësitë të çdo njeri në lidhje me veçantitë e shqipes, por edhe faktorëve me natyrë historike, politike dhe sociale. Gjendemi përgjithsisht në një kontekst të njohjes shkencore, në këtë fushë, të përftuar në një lloj heterogeniteti, në një shumësi modele dhe qasje shkencore. Kemi po ashtu njohje të theruara të çdo njeri për këtyre modeleve në varësi të formimit të njërit apo tjetrit studiues në raport parapërqimi me këtë ose atë model, në raport me specializimet që ka bërë, në raport me literaturën që ndjek etj. Në fakt, është domosdoshme njohja tërësore e këtyre modeleve dhe në kushtona ndoshta është domosdoshme harmonizimi i energjive. Të bëjmë të mundur që njohësit më të thellë të një modeli të vijë dhe na kushtojnë energji për ta njohur prej tyre modelin përkatës. Në fund të fundit, shkenca e sotme përdor ekipe, punon me ekipe. Dhe përdorimi i ekipeve është pikërisht ky harmonizim energjishëm. Në fushën e gjuhësisë së diskursit, e shoh më të domosdoshme se në çdo fushë tjetër pikërisht këtë lloj harmonizimi.
për të hap diskutimi cilat mund të jenë modelet e përftuara në shkollat e ndryshme europiane. Modelet tani ishte të